Aristoteli për të matur perimetrin e rrethit përdori një metodë, mori një pikë të caktuar në rreth, e rrotulloi në një plan të sheshtë dhe në kohën kur bëhet një rrotullim i plot, ai mati distancën nga pika A në pikën B dhe gjeti perimetrin e rrethit. Por ai shumë shpejt vuri re që edhe një rreth më i vogël, po të niste në po këtë pikë, do kryente një rrotullim dhe do shkonte në po atë largësi. I bie që gjithë perimetrat e çdo rrethi, pavarësisht nga rrezja, të ishin gjithë barabartë, që normalisht nuk është e vërtetë. Dhe ai i quajti këtë si paradoks. Dhe paradoksi i rrethit të Aristotelit. Por realisht ajo që ndodh është që ndërkohë që rrethi rrotullohet, çdo pikë e perimetrit takon me një pikë në sipërfaqe. Dhe normalisht perimetri jashtë matet saktë. Por duke ardhur për nga qendra, në drejtim të qendrës, dhe po të shvinë në qendër, qendra shohim që vetëm spostohet nga pika A në pikën B. Domethënë rrëshqet në këtë plan, nuk rrotullohet. Dhe duke ardhur në një rreth çfarëdo, me një rreth çfarëdo në të ndërmjetme, shohim që rrethi ndërkohë që rrotullohet, por edhe spostohet. Ky spostim rritet gjithmonë duke afruar qendrës dhe zvogëlohet në zero kur ne i vim perimetrit të jashtëm. Po të jap një shembull se ç'ndodh me qendrën e rrethit, ndërkohë që perimetrin ne e bëjmë të drejtë, shohim që qendra e rrethit është në çdo pikë deri në fund. Normalisht do të imagjinojmë një qendër e cila nuk është më pikë për një perimetër që bëhet i drejtë, por është një vilë horizontale. Normalisht. Do të thotë që qendra spostohet, ndërkohë që perimetri bëhet i drejtë. Dhe çdo pikë tjetër, çdo pikë e ndërmjetme ka një pjesë boshe e cila është si tip spostimi. Do të thënë, ndërkohë që rrotullohet, edhe spostohet, rrotullohet, spostohet. Por duke i prerë këto infinitisht të vogla, rrotullimi dhe spostimi është i vazhdueshëm, konstant, normalisht gjatë gjithë rrugës.